Shiko, Bedi më duket sikur janë krijuar ca aleanca pazaresh madhështore dhe ca teorira të për deputet që s'duan. Shiko, kur e shikoj nga këndvështrimi britanik i gjërave, mënyra se si zgjidhen deputetët në Shqipëri është e frikshme, është vësh duart në kokë, pasi unë nuk besoj se në grupet e reja parlamentare që do të krijohen do të ketë deputet rebel, si shef në parlamentin britanik, qoftë nga laboristët, qoftë nga konservatorët, por kryetarokracia pa dyshim është vendimtare dhe vendos për gjithçka, dhe kur thuhet që do ta fusim Shqipërinë në 2030 në Bashkimin Evropian, unë nuk e di, këta njerëz ose s'janë në rregull ose nuk e di, këta tallen hapur me njerëzit, por me këtë mentalitet, me këto mënyra se si operohet në politikën shqiptare është e frikshme. Për shembull, për mua është e paimagjinueshme që u tallën me diasporën, sa veta janë në listat.